أليف باتاتا جيبها خدل روزا سين شين صوم نور دعظة أين غين فقف كفنا ميم نون هواوية أليف باتاتا جيبها خدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Të nderuar shikues, mirë se po takohemi për të vazhduar rrugëtimin ton në mësimin e shkronjave të Kuranit të ndershëm. Në të vërtetë kemi mbaruar shkronjat, porse kemi punë për të bërë. Ajo çfarë para se të fillojmë me lexu, ajo çfarë kërkohet prej nesh janë disa veçori të cilat i posedojnë shkronjat brenda për brenda alfabetit arab. Kemi përmend se alfabeti i gjuhës arabe ka 28 shkronja. 28 shkronja. Bukur shumë. Prej tyre ka shkronja të lehta dhe ka shkronja të rënda. Shumë bukur. Ajo se si kemi mësuar ne shkronjat nuk ka qenë në renditje alfabetike, por ka qenë një mundësi për me mësu shkronjat fillimisht që ka në formën më të lehtë, më pastaj të shkronjat të cilat ka një formë ndoshta pak më të rëndë se ajo, në të shkruar dhe në të shqiptuar. Sot do të mundohemi me tregu se cilat janë shkronjat e lehta dhe cilat janë shkronjat e rënda. Për 28 shkronjave po i dojmë thëmë në 2 kategori. Shkronjat e lehta ne i llogarisim 18, ndërsa na mbesin 10 të tjera shkronja të rënda. Cilat janë ato? Shkronja e lehtë, elif është shkronja e parë. E, I, U. Më pastaj, shkronja e dytë është shkronja B. Është shkronja e lehtë apo shkronja e rëndë? E lehtë, për arsye se fetha mbi të lexohet e, nuk lexohet a, dhe tenvini en lexohet en mbi të, nuk bëhet an. Më pastaj kemi shkronjën tjetër, shkronja t, është shkronja e lehtë. Elif, elifun, baun, taun. Gjithashtu shkronja tjetër është thaun. Shkronja e lehtë. Gjimun. E para, e dyta, e treta, e katërta, e pesta, shkronja të lehta. Ndërsa shkronja tjetër, vijuse është shkronja e rëndë. Cila është shkronja h, haun. Pasajna, shkronja e rëndë po ashtu, shkronja khoun. Shkronja tjetër është shkronja dalun, shkronja e lehtë. Shkronja tjetër e lehtë, shkronja dhalun. Sipas renditjes alfabetike, mas dhalit vjen shkronja r, që kemi përmend, shkronja e rëndë. Raun. Më pastaj shkronja zaj. Zajun. Shkronja e lehtë. Pastaj vjen shkronja sin. Saun. Jo nuk është saun, po sinun. Zajun, sinun. Tjene të vëmend që mjullës. Pasajna është shkronja sh. Shinun. Pas shinit vjen shkronjë tjetër, po tash kjo shkronja rëndë. Sodun. Pasajna shkronja tjetër, bodun. Shkronja e rëndë. 2, 4, 5. Pasaj vje shkronja tjetër taun. Pasaj shkronja tjetër dhaun. Pasaj është shkronja tjetër ainun. Është shkronja tjetër ghainun. Gjitha shkronja të rënda. Pas shkronjës ghain na vje shkronja f, e cila është shkronja e lehtë. Kemi të qartë? Pas shkronjës f
na vjen shkronja kaf, që është shkronja e rëndë. Pas shkronjës kaf, na vjen shkronja kaf e lehtë. Pas kafit vjen shkronja lam. Pas shkronjës l, na vjen shkronja m, mimun. Pas shkronjës m, na vjen shkronja nun. Më pastaj shkronja waw, shkronja lehtë. Shkronja h dhe shkronja j. Ani pse për renditjen e wawit edhe hës, disa e qesin wawin përpara, disa e qesin han përpara, nuk çon në far peshe apo nuk ka në far rëndësie. E rëndësisë së veçantë është se cilat shkronja janë shkronja të lehta dhe cilat shkronja janë shkronja të rënda. Edhe një herë lus. Shkronja të lehta janë 18, ashtu ne po i marrim 18, ndërsa shkronja të rënda 10. Çfarë e bën të dallohet në mes të shkronjave të lehta dhe shkronjave të rënda? Fetha përmbi to. Në shkronjat e lehta lexohet e, ndërsa tek shkronjat e rënda lexohet a. Tenvini n, tek shkronjat e lehta lexohet n, tek shkronjat e rënda lexohet an. Vokali i gjatë a, te shkronjat e lehta kemi përmend shqiptohet mes e edhe a, as se si e dhe as se si a e mbyllur. Po e zëm a, ba, ta, tha, diçka në mes. Jo e, për shembull, be, s'ka be. Por s'mundesh mi thonë as bo, se është shkron e lehtë. Për dallim prej kësajna, në shkronjat e rënda, vokali i gjatë a është i mbyllur plotësisht. Për shembull, to, dho, kho, ro, e tjera. Kuptoni? Është të qartë deri këtu? Në rregull. Do të me pas një kujdes kur jemi të shkronjat e rënda, edhe pse tash janë gjitha shkronjat e rënda, nuk shqiptohen gjitha njëjtë. Po e zëm, shkronjë r. Shkronjë rënd gjithsesi. Fetha mbi të lexohet a. Ajo shqiptohet, shkronja r në arabisht, shqiptohet e rënd kur ka fetha, dhe kur ka damme. Shqiptohet gati sikur shkronja jon r. Porse, gjithsesi do të me rujt veçarin e të qenurit e r. Si shqiptohet? Ra. Ra. Jo ra. Ru. Jo ru. As e ru. Ru. Ra. Ru. Më kuptoni? Ndërsa, kur është e vokalizuar me kesra, shqiptohet plotësisht sikur shkronja e r e gjuhës shqipe. Ri. Se bën tash uri, se stalejan, as artikulimi, do me thonë, as shqiptimi, shqiptohet e ri. Shqiptohet e rënd kur ka fetha dhe dhamme, ndërsa shqiptohet e lehtë atëherë kur ka kesra. Jemi të qartë deri këtu? Më pastaj kemi shkronjën ha. Kemi shkronjën ain, edhe kemi shkronjën ghain. Këto tri shkronja janë shkronja të rënda, por nuk janë të asaj kategorie sikur ta, si dha, sikur sadi, sikur dadi që kemi përmend që shkronja më e rëndë e alfabetit arab, ose si kafi, ose si kha. Kur janë vokal i gjatë a, këto gati shqiptohen në gjashtë me shkronjat e lehta. Për shembull, ha, ha, nuk bëjmë ho, jo, ha. Aini, kur është vokal i gjatë a, bëjmë a, nuk bëjmë o. Për shembull, elhamdulillahi rabbil alamin. Nuk themi elhamdulillahi rabbil alamin. Më kuptoni? Janë shkronja të rënda me veçori të shkronjave të lehta, por gjithsesi të rënda. Jemi të qartë deri këtu? Në rregull, vazhdojmë tutje. Çka përmenëm? Deri më tash përmenëm se
tek shkronjat e lehta, gjithherë, tek shkronjat e lehta, fetha lexohet e. Ashtu? Tek shkronjat e rënda, fetha lexohet a. E kemi përmend këtu. Është një përjashtim e quajtur ashtu. 3 shkronja përjashtohen nga kjo rregull. Kur fetha në shkronjën e lehtë lexohet a. Më kuptoni? Cilat janë ato 3 shkronja? Është elifi, më pastaj kemi shkronjën sin, edhe kemi shkronjën nun. Fetha mbi to ka herë po lexoj ka a. Kur lexohet fetha për mbi to a, kur pas tyre na vije shkronja e rëndë me sukun. Më kuptoni? Pas këtyre që kanë fetha, na vije shkronja e rëndë me sukun. Shkojmë. E, fetha, fetha. Kjo po bëj ka na, kjo po bëj ka sa, kjo po bëj ka a. Kur shkronja pas tyre pas ka sukun. Po e zojmë. Alto, a, me, hum. A mund të lexohet at'amahum, mund të lexohet, por ani është për me lexu at'amahum. Prej krejt kësana është ky dallim. Ose për shembull kemi dikon nëse nuk gaboj faqja 17, fillon kësaj ma nan sakh. Ka fetha këtu, khëja ka sukun. Kjo është sukuni sana. Ma nënsakh lexohet ma nënsakh, por a pranon ma nënsakh, e rani është më lexu ma nënsakh. Më kuptoni? Edhe kjo e para e rani është më lexu at'amahum, por nuk ka bë gabim nëse lexon at'amahum. Gjithashtu, idha jaa nasrullahi wal fath. Në rregull, ne vëna vjen këtu. Shkronja s, ka sukun dhe vije pas fethas, e bëjmë nasrullahi wal fath. Më kuptoni? Do më thonë, këto që kanë 3 përjashtimet, kur fetha mbi shkronja të lehta, po lexoj ka a. Përmendëm se si shkronja r lexohet kur është vokalizuar me fetha dhe kur është vokalizuar me dhamme, shqiptohet e mbyllur, e rënd. E tham gati, r, ru, ha? Jo e ra, ru. Ase si rarru. Më rënd se r, por ase si r. Ndërsa kur është vokalizuar me kesra, përmendëm, lexohet ri. Jemi të qartë? Kjo sa për fillim. Ndërsa kur fillojmë tajvidin, atëherë përmendim karakteristikat në mënyrë të detajuar në lidhje me rregullat ose shkronjës r në këtë rast. Në rregull, ka diçka të pakjartë? Jo. Nuk ka diçka të pakjartë. Alif ba ta tha jim ha ha dal dal roza sin shin sol dor do. Vazhdojmë tutje. Në vazhdim po e përmendim, edhe pse i kemi përmend fillim, por po i ritheksojmë. Dhe ju lës të jeni të kujdesshëm. Në këto që ka shpjegu ma herët, e që shpjegojmë tani, por edhe në ligjëratat në vazhdim. Kemi përmend se janë 6 shkronja që nuk lidhen ka ona e majt, apo? Nga ona e majtë e tyre. Cilat janë ato? E para prej tyre është elifi. A pranon elifi me u lidh ka ona e majtë? Jo. Nas një mënyrë. Pse s'pranon elifi me u lidh ka ona e majtë? Për arsye se kemi përmend, nëse kish me u lidh ka ona e majtë, kish me u përzi me shkronjën l.
dhe këshmi pas problem. A me lexu e, a me lexu le, a me lexu i, a me lexu li, a me lexu u, a me lexu l. Për shembull, shprehja inneke. Inneke. Këshmi pas problem nëse ish lidh elifi linneke. Prandaj nuk pranon të lidhet ka ana e majt e tij. Shkronjë tjetër e cila nuk pranon të lidhet ka ana e majt është shkronja d. Dali. Nuk pranon të lidhet ka ana e majt. Për shembull shpreha sa de ka. Nëse ish lidh me kafin, kish me qenë problem, a është h, a çfarë është kjo shkronjë? Sa he ka, sa de ka, sa be ka, çka po bjen kë? Prandaj, do të thonë nuk pranon të lidhet ka ana e majt e saj. Shkronjë tjetër e cila nuk pranon gjithashtu të lidhet nga ana e majt e saj është shkronja dh. Po marrim shembullim dhe he be. Dhehebe. Nëse kish me u lidh ka ana e majt e saj, kish me pas problem. A dh, a n. Nehebe për shembull. Dhehebe. Prandaj nuk pranon lidhje ka ana e majt e saj. Shkronjë tjetër e cila nuk pranon lidhje ka ana e majt e saj është shkronja r. Për shembull, ru zi ka. Ru zi ka. Pa pik. Ru zi ka. Shkronjë tjetër e cila nuk pranon të lidhet ka ana e majt e saj, kemi përmend, është shkronja z. Po zëm zuh, zuh, zi, ha. As s'është lidh këtu, as nuk e lidh këtu. Nuk pranon të lidhet ka ana e majt e saj. Dhe shkronja e fundit ose e gjashta që s'pranon të lidhet ka ana e majt e saj është shkronja waw. Për shembull, wa le hum. Wa le hum. Më kuptoni? Çfarë ishte kjo rregull? 6 shkronja të cilat nuk pranojnë të lidhen nga ana e majt e tyre. Pse u përmend gjithë kjo? Për shkak që mos me upshtjell leximi, mos me ngatru shkronjat. Nderuar shikues, kaq ishte për këtë emision. Ju presim me emisionet e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And leave by